Çfarë mendoni se do të thoshte Zahiri? Çfarë do ta gëzonte e çfarë do ta lëndonte? Bisedojmë shumë herë me shok, çka do të bënte Zahiri po të ishte sa gjallë. Shumë bisedeshëm. Bisedojmë kur ulmi edhe bisedojmë. Unë e di që do t'i gëzoj Iliris, pa diskutim. Po do të pretendonte rënd këtë përqarje se është sot në aktualitetin politik. More na jena betu me vdek për këtë Kosovë. U kena thonë vravjen këtë ditë e sudit, që kena me dhonë kontribut me full Shqip, me punu Shqip, ka me kena ri kur mundemi sot mu koordinu. Po është një diçka, e kom vrejt nga periudha e Burgut. Në ato e rasti kur bizotroj ke Uria, kur keshëm tortura dhe 7 herë ditet, roje fizike, ishëm u ne ku afro, ishëm u bështetshëm të njëri tjetër, u përqapoj ishëm seme. Në ato momente kur ka përfundu e lufta, ka ro Miloševići, në liru e një farforme ajo liria e vogël atë brenda Burgut, për me bashkëbisedue, me na orë vizitat për i familjeve, me na pru Shqip, a besën me herë kanë filluar njerëzit më sjell ndryshe. Domthon, të iga i Afrikës shqiptare. Në moment që unë harrëshin vujtjet. Neve na vind të Teheran, na që ishëm me vedijet plot, se kishëm edhe ato gardianë sërb, nëse ki mos marrëshin burg ato shqiptare me veti, ne përjetonim në rënd. Ishëm more, apo e dini bre ku jemi. Prandaj sot e gëzojmë këtij ri, e jam i bindur se Zahiri do të kishte dhënë kontribut, se kontribut siç e ka dhënë 3 jetën e vet. 3 jetën e vet ka qenë shërbim qytetarëve, ka qenë bre i smush me marrë me mend sa ka qenë humanist. Po më këndohet një rast kur ka qenë antari kryesi shoqatës në Tereza, aty në Degë në Orlan. Në moment kur u dhon një raport që një familjar ka marrë një ndihmë, nga i moment u shqun kom ka unë zërë pëzit, unë nuk jem ba antari i kryesisë shoqatës në Tereza. Se ai familjari i vetë të jetën ofër lumit, e ka tokën e mirë, mund e punon, ka traktor, është e padrejt që keni do. S'ka nevojë për Sotit, do vonë s'ka mujt me përballu padrejtësinë. Kudo që u konë e që ka vepru. Edhe besoj që edhe sot s'kesh mujt me përballu padrejtësinë. Nëse do ta kishe Zahirin sot përballë, çfarë do t'i thoshin? Edhe 1 minutë. Qoftë edhe 1 minutë. Zahir, jetën e ke dhënë nuk ka shku kot. Këtë liri për e gëzojnë gjeneratat. Prandaj je ai që kontributin më të madh e ke dhënë që këtë liri që e gëzojnë sot. Edhe faleminderit vëlla, shok, se më të vërtet fal juve, fal gjithë atyre që ka dhënë jetën për Kosovë, që ka dhënë kontribut nder e respektit dhe për ulëm për jetën e mat. Çfarë do sa vinin familjeve të dëshmorëve dhe të rinjve që sot jetojnë fal asaj sakrificë? Po familjeve të dëshmorëve, mund të them se dëshmorët janë themeli i shtetit të Ilirisë Kosovës. Kurse të rive, e them, dëgjoni të mboshuarit, pyetni për sakrificën, për flijimet që i ka dhënë shqiptarët, për dëshmorët, për invalidet, për veteranët, për kontributin që i kanë dhënë për etapa, prandaj ruane se ke u fitu me gjak. Kur dolën nga burgu, kur e gjete gruan, kishe fëmijë? Po, i kisha 2 vajza, vajzën edhe djalin. Vajza kishte lind Svedi Mërgimja dhe atë dheu kishte lind në atë dhe. I gjeta djalin, nëse s'ka bëj dikun 5 vjeçar, vajza dikun 7 vjeçar, edhe më kujtohet një rast se kur kom dalë nga burgu, më kanë përqa fëmija, në momenti kur i kom pa fëmijën e kom kuptu sa kom qëndru gjatë burg, se ishin rrit. Edhe një moment unë isha betu derisa ishim burg me shumë shok që na lirun, tha na nuk shkojmë në familje tona pa vizitu varrin Adem Jashar e Zahir Pajazit. Edhe tash kur s'kena pranu me shku me familjarët, jena mënyrë të organizu me bashkëqytetarë që na kishin prit, na kanë marrë me kerë më shku, djali im kish pas thonë, a bobe atë tu kthyn burga? A don djenja që përsëri kom i mungu. Kusht kam shtet mas shumë në këto ide nga familjarët po mendoj? Gruaja ka pas goxha vështirë. Me thënë drejtën, edhe para disa ditë e kom pyet gruan, pse bre kur nuk kom pyet shefort pse po vanohesh. Se mena ke natën, ditën, duke me qitë armatime, me grumbullue, betona zë që edhe vetë kur si më konon e Zahiri ka që armat, ka lanë, ka marre, shok të ti, edhe u konë bazë. Po,
edhe ajo rrjedh për një familje adhetare, që një pjesë e madhe e familjes që kanë bashkangjitur Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, por dyshë edhe unë kam derë se një pjesë e madhe familjare ka qenë pjesë e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ka qenë edhe një diçka që ndihem shumë krenar, se e kam një vëlla që ka kryer akademinë ushtarake, edhe i cili ka ardhur në burgun e Mitrovica Sremit me më vizitu, edhe përkundër asaj torturat të jashtëzakonshme 2 minuta pa dalë vizitë, domethënë ishte pjesë dhe arkani na vizitoi atje, torturat i kanë shtazarake, kur i ndali, kam thënë në farfor më vjen shumë keq që më shpreh, jemi vidur se s'kena më pa tjetër herë, se kanë tortura të jashtëzakonshme. S'u e marr me mend. Edhe vëllau më ka thonë, unë kësaj radhe e marrë, më nuk më i marrë me të pa. Edhe më ka dhonë shaj që i bashkangjitë të luftës Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Dhe vllavi juaj është? Idris Shabani, komandant luta. Sepse dua ta përshëndesim, ta duar trokasim Idrizin, familjen tuaj, zonën e një përshëndetje, një përqafem ne. Dhe Idrizi, si ish oficer, shkoj në luftë. Po, mas asaj vizite. Në momenti që im kthy me shok, pas vizitës, shok besueshëm, na iti, më thonë shok tjerë, i tregova që edhe vllava jem për i bashkangjitur Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, se atëherë u shkep këri farë propagande që spelojnë në prurë të ushtarak me bashkangjit. E thash vllavi jam valla po i bashkangjit, që kur do me luftu kërkur s'më marr. Edhe kështu që na erdhi edhe forca, edhe u merr edhe forca. Edhe kështu që me të vërtetë tani kur përballu ma let dhe zona që kanë qenë pjesë. Dhe ai e përfundoi luftën si fitimtar. Luftëtarët e lirisë zbritën nga malët ose ishin këtu brenda në gjitha qytete, në fshatra, zbritën si fitimtar. Është ushtria fitimtare. Qatë ushtri që e ndërtuat ju bashkë me shokët e juaj. Na këtë thënë gjëra shumë bukura, këtë rrëfime kam dashtë, let jetë edhe ky njerin nga rrëfimet e bukura, ma këtë thënë një diçka që po hezitoj me shku në emisione se po duket sikur po flasë për vetën, po në realitet, si që kemi për detyrë gjithë të bëjmë diçka në këtë drejtim, edhe juve keni për detyrë të na rrëfeni të vërtetën, të na rrëfeni për lavdin e këtyne njerëzve që mbesin figura me të cilat para gjithë botës mund të krenohemi e të lavdrohemi se i kishim, i kemi dhe do t'i kemi figura e talon, rrëfyese edhe për popuj tjerë që synojnë lirin. Dhe të falimderit shumë për krejt këtë, falimderit edhe për punën tënde, pak i pabarabart me Idrizin, se a i hënë si fitimtarët i akoma jenë në burg. Rrëfelin do një herë njeri tjetërit momentet e caktuara kështu? Normal edhe e ka ditë veprimtarin time, zbashku me Zahirin ato që kena bo, jo konkret çdo gjë, edhe ai është në proces të lirimit nga shërbimi apo ushtria jugoslave, edhe kështu që kur dal tash bisedoj me shok, po bisedojmë edhe me familjarë, edhe me Idris Shabanin, vllaun, po mbi gjitha na e dim që e kena nisë këtë punë qëllim mirë, na ka ardhur mirë, edhe kështu që unë pe bashkangjes asaj që the me të vërtet po hezitoj në emisione tilla me ardh, po mbi gjitha po kom qef me thonë ato që e di, mbi gjitha nuk kam nevojë me thonë Zahiri është i madh, se më të vërtet është i madh. Nuk lind më në Kosovë njerëz tillë. Dhe mbetet për jetë tjetër. Shpirtërisht e një aktivitetin e tij adhetor. Po kur nuk mendoj që në emisione të tilla do të mundem me përshkru as 1% atë atë dashurinë, kontributin që ka dhënë. Çfarë ka bërë dhe çfarë meriton. Para disa vitësh një mik i mirë, po mik edhe i Zahir Pajazitit, Zymer Rahmani që jeton në Gjermani, është një aktivist shumë i madh, kombëtar, kishte porosit një këngë te i madhi i këngës, Naim Gjoshi. Naim Gjoshi kishte bërë edhe tekstin edhe muzikën, e kishin biseduar kush mund ta këndoj, dhe Naimi vetë thot, emnaku jem, Naim Abazi mund ta këndoj. Edhe më morën në telefon dhe kemi shku bashkë me Zymerin, me profesor Imer Usinovcin, me Ilir Shaqirin, tek Naim Gjoshi, dhe kemi realizu këtë këngë nga më të bukurat flas të jetës time, dhe kam dëshirë ta këndoj sot, po me prezencën tonë, dhe kërkesa ime është që masi ta japi dorën me të falenderue, të ulesh edhe ta këndojmë bashkë. Mundet? Mundet pse jo. Është kënaqësi ju përgëzoj se s'ka ma krenari se kur i këndoni
dëshmorëve lavdi për jetë e matë, për kontributin e tyre. Dëshmorëve të lirisë që janë vetë liria. Për ndryshe atë këngën e fundit aty në dokumentar e kam realizu në 7 orë të vitit 1999. Do më thonë bënjere, është një këngë që është më shumë slogane si thirrja akoma për liri, po kjo është një këngë shumë e veçantë. Zotëri Isak Shabani, të falenderit shumë që ishe prezent, që na ke thënë gjëra shumë bukura, një rrëfim i jashtëzakonshëm, prej zemrës të falenderoj që na ke sjellë të tillë sot. S'kemi folë për ty, kemi folë për Zahirin, kemi folë për lirin. Falenderit shumë, ishte kënaqësi.